Rikthehemi sërish në studio, vjojmë të qëndrojmë së bashku drejt për drejt në MCN Informacion, do të flasim në këtë pjesë për drejtësinë, por disi në një formë ndryshe. Gjyqtari Florian Kalaja ka sjell librin e tij të ri, Bashkëpunëtori i drejtësisë, i cili është promovuar vetëm pak ditë më parë. Një botim që shërben si një studim i thelluar juridik, por edhe akademik mbi njërin prej figurave, le ta themi, më komplekse të procesit penal në Shqipëri, që është ai i dëshmitarit. Për më shumë në lidhje me këtë botim, me mua në studio është Florian Kalaja, gjyqtar i GKK-s, por edhe autor i këtij libri në këtë rast. Zoti Kalaja, faleminderit, kënaqësi. Faleminderit juve, kënaqësia është e imja. Zoti Kalaja, fillimisht pse keni zgjedhur institutin e bashkëpunëtorit të drejtësisë si temë të këtij libri? Në fakt, për mua ka qenë gjithmonë atraktive. Ndoshta në kryet herës, jo në aspektin juridik, po në aspektin psikologjik, në aspektin filozofik, sociologjik të një personazhi, qoftë edhe letrar, një personazhi që në një moment caktuar vendos të shkputet nga, po themi, qoftë do përdor metaforën e kopertinës, zinxhirët e krimit, edhe vendos t'i kthehet, po themi, jetës ndershme, apo të bashkëpunojt, begatoj lishmërinë shoqëri duke dekonspiruar gjithë lidhjet kriminale. Domethënë, kjo mund të jetë frymëzimi në kryet herës, qoftë edhe pa u bërë jurist. Apo qoftë në periudhën e profesionit që unë kam ushtruar, kur nuk kam pasur lidhje drejt për drejt me procesin penal dhe me bashkëpunëtorin e drejtësisë. Por, atraksioni më i madh që sa vjen edhe është rritur derisa është formsuar në libër, ka qenë sigurisht që mbas vitit 2022, kur unë jam angazhuar, jam atashuar gjykatës apelit posaçëm për krimin organizuar dhe korrupsionin, pasi disa nga çështjet sigurisht kanë pasur të bëjnë me të tillë subjektit posaçëm drejtësisë penale, dhe në fakt libri e ka gjenezën apo frymëzimin dhe spuntoja është bërë pikërisht një ndër çështjet që unë kam gjykuar aty për trajtuar disa nga problematikat që legjislacioni ndukje duket sikur i ka zgjidhur për hapin debate të mëdha. Dhe duke u thelluar, duke u lumtuar dita ditës, në krye të një afati 3 vjeçar pune, kam arritur të përfundoj librin që është përpara jush. Ndërkohë, zoti Kalaja, nëse bëjmë një periodizim brenda këtij punimi që ju keni sjell, si do të ndahej veprimi i këtij instituti brenda sistemit të së drejtës në Shqipëri? E keni fjalën në periudha të ndryshme historike, apo e keni fjalën për momentin? Qoftë edhe në periudha të ndryshme historike, ndoshta për të bërë edhe një krahasim. Po, në fakt, studimi është, sikur se ju thash, është një lloj analize komplekse, qoftë në aspektin historik, është trajtuar, surprizë ka qenë për mua dhe që e ndava edhe ditën e promovimit, fakti që figura e bashkëpunëtorit drejtësisë kuptimin material gjendet është rregulluar në legjislacionin shqiptar 100 vjet përpara gati, në kodin e penalit vitit 1927. Atëhere rregulloi për veprat penale të korrupsionit dhe këtu gjeta embrionin në këtë fazën, sigurisht që ky bashkëpunëtori i drejtësisë që lidh marrëveshje me prokurorinë, kuptimin formal siç e kemi sot, por këtu janë fillesat e një bashkëpunëtori i cili premiohet apo jepet benefit nga ligji penal material për faktin që ai jep njohuri për të zbuluar krimet në veprën penale të korrupsionit. Para 100 vitesh rregullohej figura e bashkëpunëtorit drejtësisë. E kemi edhe në kodin penal të 52-shit, në kodin penal të 77-s gjatë periudhës komunizmit fshihet, eliminohet, suprimohet ky institut, ndërkohë rikthehet në kodin penal të 1995-s në bandën e armatosur dhe në organizatën kriminale. Ka qenë çështje që është ndryshuar disa herë ndër vite. Ndryshimi i fundit është i janarit të vitit 2026, tani që po flasim, ku prek në 27 i kodit penal. Ajo që unë po themi kritikoj në libër, edhe që jam i keqardhur, por që
Sigurisht dalë edhe në konkluzione që legislatori shqiptar do duhet ta ketë parasysh që ta rregullojë në mënyrë kohezive këtë institut, pasi është një ndër potencialet më të mëdha të luftës kundër krimit organizuar edhe krimeve obskure në shoqëri. Kjo jo vetëm në shoqërinë shqiptare, por në të gjithë botën, duke pas parasysh se është një institut që rregullohet edhe nga konventat e krimit organizuar, korrupsionit, kuadër të Organizatës Kombeve të Bashkuara apo edhe të Këshillit të Evropës. Dhe ajo që ndaj me keqardhje dhe e kam si kritik për gjendjen që ndodhet legjislacioni sot është që ka një lloj mungese koherence, një mungesë kohezioni ndërmjet kritereve që parashikon Kodi Penal për të atribuar privilegjin penal për bashkëpunëtorin e drejtësisë, kritereve që përmend Kodi i Procedurës Penale, sepse këto kriteret e Kodit Penal nuk konformohen me ato që thot Kodi i Procedurës Penale dhe e anasjellta, ato që thot Kodi i Procedurës Penale nuk konformohen me Kodin Penal, dhe mtej si për ta thelluar këtë lloj rregullimi episodik dhe rregullimi jo koherent, legjislacion shoh që edhe kur është miratuar ligji për mbrojtjen e bashkëpunëtorëve të drejtësisë dhe dëshmitarëve, ai ligji që i jep personalitet tjetër, i jep masa administrative tjera, i jep disa privilegje të karakterit që ai të mos ndihet gjatë procesit penal, të mos ndihet i trysnuar ndaj familjes apo ndaj pronës apo qoftë edhe ndaj shëndetit dhe jetës tij. Dhe shoh që kriteret nuk konformohen me ato që parashikon Kodi Penal dhe Kodi i Procedurës Penale. Nga ana tjetër, në vitin 2020 miratohet ligji për trajtimin e të burgosurve dhe të paraburgosurve dhe këto kritere nuk konformohen as me ligjin e 2009 për mbrojtjen administrative, as me Kodin Penal dhe as me Kodin e Procedurës Penale. Në vlerësimin tim dhe në konkluzionin që kam dhënë në libër, kjo nuk duhet shkojë, duhet ketë një lloj koherence në këto 4 legjislacione. Para se të shkojmë në rafshin ligjor sot, po dua të mbetem pak sërish në histori, nëse flasim për ngjarjet e bujshme të viteve 24-37, kohë kur kishte karakter politik dhe subversiv, pati bashkëpunëtor të drejtësisë? Në fakt, unë e kam shqyrtuar këtë, kam dashur të gjej praktikë gjyqësore në bibliotekën time dhe në atë që unë kam mund të aksesoj. Nuk e kam shtrirë studimin tej vitit 1927, pasi nuk kam gjetur praktikisht gjë relevante të lidhur me institutin që unë kam trajtuar, do më thënë hulumtimi nis nga viti 1927, ajo që unë kam konsultuar me rregullsi është jurisprudenca e gjykatës diktimit, që botohej në atë kohë në revistën që boton të Ministeri i Drejtësisë Jurisprudenca, por fatikisht nuk kam gjetur vendimar, gjykata diktimit është gjykata lartë që kemi sot e asaj kohë, qoftë e Republikës, qoftë e Mbretërisë, por nuk kam gjetur çështje që të trajtojnë bashkëpunëtorin e drejtësisë. Me keqardhje nuk kam gjetur çështje që trajtojnë këtë institut edhe në periudhën e komunizmit. Flas nga Kodi Penali 52-shit deri në suprimimin, në abrogimin e tij në 1977, sepse sigurisht se ju tregova nga 77-a deri në 95-ën, ky institut ka munguar në Shqipëri. Pra nga koha e regjimit, pra nga koha e Enver Hoxhës nuk ka patur asnjë informacion se si është rregulluar ky institut? Domethënë në Kodin Penal e kam gjetur në 1952-shin dhe e kam trajtuar. Por raste praktike, sikur se ishte pyetja juaj më parë, unë nuk kam gjetur, por sigurisht nuk kam konsultuar gjithë gjykatat në Shqipëri, por duke ju referuar gjykatës së lartë, nuk kam gjetur qoftë vendimet e plenumit, qoftë vendimet të kolegjit penal. Domethënë, nga pikpamja kazuistike, libri e ka fokusin analitik pas viteve 2000, pasi vendimet e gjykatës lartë edhe janë të aksesueshme pas këtij viti, por edhe këtu ka marrë jetë, po themi, ky lloj instituti duke gjetur edhe zbatim praktik. Zoti Kalaja, po te kjo periudhë, ku dallon bashkëpunëtori i drejtësisë në çështjet me karakter politiko-penal dhe strikt penal? Në fakt, bashkëpunëtori i drejtësisë e ka fushën e zbatimit të përcaktuar, sikur se ju thash, ka një lloj mungese kohezioni ndërmjet fushës zbatimit që përcakton Kodi Penal dhe Kodi i Procedurës Penale, por konkluzioni që un kam arritur në libër është që pavarësisht kësaj mungese koherence, organet proceduese do duhet që flas tu prokuroria, gjykata, do duhet që fushën e zbatimit institutit ta po themi gjejnë tek shumatorja e kritereve që vendos Kodi Penal plus Kodin e Procedurës Penale. Kështu që
për një lloj kurioziteti, duke qenë se ne kriteret në ligji kemi abstrakte për ta përcaktuar fushën e zbatimit të këtij instituti, jam marrë, sepse kisha dhe si sfidë vetvete në libër, kjo ndodh në krahun e tretë librit, që t'identifikoj, të bëj një lloj inventari të legjislacionit shqiptar, se sa vepra penale janë të procedueshme me bashkëpunëtor drejtësie. Dhe më rezulton, dhe këtu në fakt, kjo pavarësisht se mund jetë edhe si lloj kurioziteti, po unë e trajtoj edhe me një lloj kritike në libër, me një vështrim kritik, sepse më rezulton që po të marrim veprat penale të parashikuara në Kodin Penal Ushtarak dhe në Kodin Penal Civil, po themi, Kodin Penal të zakonshëm, më rezulton se ka gjithsej 262 vepra penale që procedohen me bashkëpunëtor drejtësie. Në libër, unë jam marrë shumë me analizën krahasimore të institutit. Përgjithsisht vendet e Bashkimit Evropian, po qoftë edhe të rajonit, Maqedonia, Kosova, Malizi, janë studiuar, kanë qenë objekt studimi, ligjet konkrete, për të kuptuar se si qëndron mënyra qasja legjislative jona ndaj këtij instituti në raport me atë që është e gjithë pranuar në Europë. Dhe më rezulton që ne jemi shteti, po themi, i vetëm që kemi këtë lloj numër, këtë lloj masivizimi apo këtë lloj liberalizimi për të përdorur institutin e bashkëpunëtorit drejtësisë në kaq shumë vepra penale. Pasi, duhet kuptuar që ky është një mjet ultima ratio, në kuptimin është një mjet i fundëm, kur shteti është i pamundur që të zbulojë ndryshe me mjetet e zakonshme, mjetet natyrale, kushtetuese, ligjore, veprat penale përgjegjësit e tyre, atëherë përdor këtë lloj mjeti që ka karakter të jashtëzakonshëm, që përkthehet edhe në përjashtim nga dënimi apo edhe në uljen e ndjeshme të dënimit, sepse kemi parasysh që një bashkëpunëtor drejtësie që zbulon vepra penale, po themi që dënohen me burgim përjetshëm, i shmanget dënimit me burgim përjetshëm, si premium apo si benefit për gjithçka që ai ka dhënë në ndihmë të procedimit. Dhe më rezulton që kjo pjesë do duhet një lloj vetë përmbajtje legjislative në mënyrën se si përcaktohet fusha e zbatimit të bashkëpunëtorit drejtësisë, dhe pse jo, e kam parë të udhës, në fakt libri në krahun e 4 është përbën komentarin e parë të ndryshimeve që premton era e kodit të ri penal, që është publikuar në korrigun e vitit 2025, dhe unë kam marrë përsipër të bëj, po themi, të trajtoj gjithçka që lidhet me bashkëpunëtorin drejtësisë në kodin e ri penal. Dhe mendoj që, pavarësisht se e shoh në një mënyrë shumë kritike rregullimin e këtij instituti edhe në 2025-ën, e shoh që ky është shansi për Republikën tonë që të tregoj gjithçka, po themi të ndrej, gjithçka që ka shkuar keq ndër vite lidhur me këtë institut. Si trajtohet në rafsh ligjor informacioni i dëshmitarit të drejtësisë, por edhe si bëhet mbrojtja e tij? Po, në fakt, kjo është një çështje shumë delikate, sepse lidhet me mënyrën e vlerësimit që gjykata do bëj për dëshminë, për dëshminë e një dëshmitari. Unë po sjell një konkluzion ekstrakt të jurisprudencës gjykatës Evropiane të Drejtave të Njerëzit, që sa herë trajton çështje të bashkëpunëtorit drejtësisë, vlerën provuese të tyre, i tërheq vëmendjen të 47 shteteve të Këshillit të Evropës, që gjykata duhet të tregojë një skrupulozitet jashtëzakonshëm në vlerësimin e përmbajtjes së asaj prove, sepse dëshmia e bashkëpunëtorit drejtësisë është prova vendimtare e inkriminimit të një subjekti. Dhe do kemi parasysh afërmend që kjo dëshmi jepet edhe në kushtet e joshjes që shteti bën me privilegjin penal, shmangja nga dënimi me burgim përjetshëm, ulja e një dënimi me shumë vite, me dekada nga dënimi që qoftë ai nuk do ta kishte këtë cilësi do merrte, apo gjithë privilegjet e tjera që shoqërojnë këtë status, apo edhe motive të tjera të ulta të tipit hakmarrja ndaj personave të tjerë, apo edhe joshja përmes apo qoftë edhe, po themi, gënjeshtra që mundet të përdoret. Kështu që qëmtimi nga ana e gjykatës së kësaj prove do duhet të ketë një vlerësim tepër kritik, në mënyrë që e drejta e mbrojtjes nga ana tjetër e të pandehurve të mos sënohet, sepse kemi parasysh që bashkëpunëtori i drejtësisë, duke e konsideruar ligji si provë vendimtare, peshon rënd nga ana tjetër e mbrojtjes të drejtave të pandehurit, duke pas parasysh të drejtën për proces rregull ligjor. Por gjetja një balance, sigurisht është nuk ka një eureka, po themi, që
por sigurisht në çdo proces penal të posaçëm do duhet të vlerësohet rast pas rasti, në mënyrë që edhe shteti të ketë efektivitet në ushtrimin e ndjekjes penale dhe mirë administrimin e drejtësisë penale, po nga ana tjetër kjo të mos arrihet duke sakrifikuar apo duke cënuar procesin rregull ligjor të drejtat e mbrojtjes së pandehurit. Nëse flasim për kohën ku ne jetojmë, zoti Kalaja, kemi spaku dy raste të bujshme, nëse mund ta themi, dëshmitarit apo të bashkëpunëtorit të drejtësisë, Adriatik Soli dhe Nuredit Dumani. Çfarë ka sjell bashkëpunimi i drejtësisë me këta dy personazhe? Në fakt, ju duhet mirë kuptoni që unë do vetë përmbahem në përgjigje, duke qenë se gjithmonë logjikën edhe të asaj që është shkruar në këtë desha bëj si parantezë që do kaloj tek mënyra se si unë e kam trajtuar në libër, sepse sigurisht jam i kufizuar t'jap. Duke u nisur dhe nga ajo që thatë pak më larg që drejtësia nuk do mundet të zbardh apo të shkojë drejt një ngjarje dhe bashkëpunimi. Këtë po përpiqem të them. Kështu që, domethënë, dua të shmang kontekstin e përgjigjes nga çdo lloj asociacioni që bëhet me çështje konkrete. Në vlerësimin tim, çështja e bashkëpunëtorit drejtësisë përbën një lloj prove delikate, sikur si u thash në proces, pasi që nga fakti që neni 37A i kodit procedurës penale i thot duhet jetë provë vendimtare për fajësinë të pandehurit, që nga ky unë kam një refleksion në libër, domethënë është një çështje që e kam trajtuar tipizimi i provës së deklarimeve të bashkëpunëtorit drejtësisë. Dhe konkluzioni që arri, që lidhet pikërisht me thelbin e pyetjes suaj në kuptimin teorik gjithmonë, jo në kuptimin e çështjeve konkrete, analizoj që kjo është një provë me karakter hibrid, me karakter të përzier, sepse nga njëra anë nuk është një provë me dëshmi, sepse dëshmitari është gjithmonë i pa interesuar në raport me ato që procedohet, është një subjekt i huaj, nuk e ka cilësinë e të pandehurit, se po të kishte cilësinë e të pandehurit, ai nuk është dot dëshmitar, është e papajtueshme cilësia e dëshmitarit me cilësinë e të pandehurit. Nga ana tjetër, ky është një dëshmitar, por është edhe i pandehur. Janë edhe deklarimet të pandehurit edhe dëshmitar. Dhe ky është një dëshmitar aq, po themi, i posaçëm, saqë heq dorë, edhe i pandehur në të njëjtën kohë, saqë heq dorë nga e drejta e mos vetinkrimitimit, nga e drejtat për mos vetinkriminuar të afërmit, dhe ligji i thotë që nën kushtet e këtij sanksioni, që mund t'i revokohen dhe privilegjet penale, që mund dënohet për dëshmi të rreme dhe për gjithë obstruksionin që mund t'i shkaktojë drejtësisë, ligji e quan, dhe kjo është normë unike, nuk ka normë tjetër që t'i jap vlerë të paracaktuar provës në procesin penal, është vetëm neni 37A dhe kjo ndodh vetëm për bashkëpunëtorin e drejtësisë, duke thënë që është prova vendimtare e fajësisë. Për ta kontekstualizuar metaforën e kopertinës librit dhe për dhënë kumtin e përgjigjes, do thoja që bashkëpunëtori i drejtësisë tipikisht dhe idealisht në ligj nuk është ai i cili bashkëpunimin me shtetin e ofron për shkak të marrjes privilegjit penal, uljes dënimit apo përjashtimit nga dënimit, por është personi i cili ka shkputur një herë mirë lidhjet me krimin dhe është kthyer në shoqëri për t'i dhënë, po themi, gjithë shërbimin e tij si qytetar të vërtetën e lidhjeve kriminale para gjykatës. Dhe ky meriton të premiohet me të gjitha ato që ligji parashikon. Por gjithmonë kemi parasysh që në realitet ligji teorikisht është formuluar në atë lloj mënyre që të dy këto subjekte, edhe ai që për cilin unë nuk kam shkruar. Rregullatori, cili është? Rregullatori do duhet jetë gjykata. Nuk ka rregullator tjetër, pasi kjo çështje përfundimisht zgjidhet në gjykatë. Dhe refleksionin që unë ndaj në libër, lidhur me debatin nëse, po themi, vendimarrja e prokurorit që jep statusin një të pandehuri është detyrueshme për gjykatën, do duhet që gjykata ta marrë të mirëqen marrëveshjen, apo gjykata nëse vlerëson që personi nuk është provë vendimtare, apo nëse vlerëson që marrëveshja është në kundërshtim me kriteret e ligjit edhe mund mos ta njohë. Unë jam absolutisht me qëndrimin që gjykata është sovrani në fund ditës dhe pavarësisht marrëveshjes me prokurorin që ka në hetimin paraprak, pavarësisht kërkesës prokurorit për caktimin e një privilegji penal, është në fund ditës gjykata që do duhet zbatoj ligjin. Kështu që rregullatori i fundit mbetet gjykata, nuk ka tjetër. Dhe kjo vendimarrje, sigurisht, dhe kjo vendimarrje është e kontrollueshme, kuptojmë sepse kemi parasysh shkallësinë e gjykimit, e cila do kontrollohet nga shkalla parë, gjykata apelit edhe teorikisht edhe gjykata lartë nëpërmjet sipas shkallëve të sipas parimit të shkallësisë. Zoti Kalaja, sipas jush,
A ka pak bashkëpunëtor drejtësia në Shqipëri dhe pse? Në fakt, ja, tani që ju më bët pyetjen, po reflektoj diçka që i mungon librit, sepse unë nuk e marrë me çështje të statistikës, po themi sa në raport me vepra penale, po themi kisha parë një lloj këndvështrimi të tillë, edhe kjo mund mbetet për retushimin e librit. Për vëllimin e dytë. Këtë ndoshta, po. Edhe besoj që është një pikpamje e vlefshme. Por në fakt unë këtë informacion nuk e kam zyrtarisht, sepse ditë them këtë, atë që shpreja pak më parë, që në fakt veprat penale për cilat lejohet bashkëpunimi me drejtsinë janë shumë. 262 vepra penale, dhe shoh që edhe në kodin e ri penal, me kriteret që ka projekti, në fakt nuk është se ka një reformë cilësore, sepse ato dispozita që janë tashmë prej vitit 2004, apo 2013, ato transpozohen edhe, janë marë, po themi, paka shumë në të njëjtat rregullime. Por këtë informacion, duke kërkuar ndjes, unë nuk e kam hulumtuar këtë pjesë. A ka nevojë legjislacioni ynë që të përmirësohet në këtë drejtim? Ku janë ndoshta ato pika që edhe mund të çajmë? Pa diskutim. Në fakt, disa çështje që mundet t'i ndaj shkurtimisht, pasi libri është shumë voluminos. Këtu në parantezë do të them diçka. Ndryshe nga librat e tjerë që unë kam bërë më parë, këtë e kam konceptuar qoftë të lexueshëm shpejt dhe qoftë lexueshëm ngadalë. Ngadalë sigurisht është kjo volumi 1000 faqe. Kurse i lexueshëm shpejt libri bëhet përmes kreut fundit. Kreu fundit është përmbledhja e të gjithë konkluzioneve të çdo çështje që unë kam analizuar, dhe ka diku te 60 faqe. Domethënë mjafton një lexues që do të kuptoj gjithçka që është thënë nga libri, mjafton të referohet kreut fundit, i ka koncentrat, dhe pastaj për gjithçka që interesohet ka tabelën e pasqyrën e lëndës dhe mund të shkojë ta shoh në mënyrë të detajuar te kreu përkatës. Kështu që unë të gjithë ndryshimet, të gjithë paketën e ndryshimeve e para në kodin penal, dhe uroj shumë që kjo të reflektohet në projektin e kodit të ri penal, e dyta në kodin e procedurës penale, e treta në ligjin e 2009-s për mbrojtjen administrative dëshmitarëve drejtësisë, dhe e katra në ligjin për të drejtat e të burgosurve dhe të para burgosurve të vitit, në mos gaboj 81-shit 2020-s. Këto janë propozimet e mia për të ndryshuar apo për të zhvilluar legjislacionit, të cilat gjenden në kreun e fundit. Zoti Kalaja, si e zgjidh ky libër dilemën mes uljes së dënimit për një kriminal dhe nevojës për ta zbardhur vërtet ngjarjen? Në fakt, ashtu sikur se ligji, qoftë kodi penal këtu, edhe po qoftë edhe kodi procedurës penale, vendosin një kriter që gjykata do duhet t'i akordoj drejtësisht përjashtimin nga dënimi apo uljen e dënimit, se dy privilegje penale tipike kemi neve të njohura. Ka dhe shtete që kanë për shembull edhe imunitetin nga ndjekja penale, që ndjekja penale nuk ushtrohet fare. Këtu, vetëm për kuriozitet, tek gjithë pjesa e analizës që kam bërë, konstatoj që ne e kemi njohur këtë privilegj vetëm një herë, dhe kemi njohur në një ligj që nuk e prisja që do ta gjeja, është ligji i vettingut i vitit 2016. Në eni 54 nuk më rezulton të jetë zbatuar ndonjëherë. Nga ajo që kam parë nga faqja zyrtare e Komisionit Pavarur Kualifikimit edhe i kolegjit. Në fakt unë këtu ndaj pikpamje, domethënë, në krahasimin që kam bërë të ligjeve të Bashkimit Evropian, e kam parë për shembull këtë privilegj penal që ekziston në Kipro, për shembull, në Belgjik, në Holand, janë shtete që e pranojnë edhe imunitetin nga ndjekja penale, dhe kjo është vendimarrje e prokurorit përgjithshëm apo një komisionit prokurorëve në këto vendet e ulta. Ndërkohë, ne nuk e kemi njohur këto, e kemi njohur vetëm këtë herë që ju thash në vitin 2016 tek ligji i vettingut. Nuk më rezulton të jetë zbatuar, megjithatë në libër merr vëmendje sepse zhvillimi legjislativ i privilegjeve penale. Por aktualisht hequr këtë që ju thash që është fuqi por nuk është zbatuar kurrë, ne njohim dy privilegje të cilat janë të bërë të zbatueshme, përjashtimi nga dënimi dhe ulja e dënimit. Sigurisht përjashtimi nga dënimi është privilegji më i madh. Dhe për të përjashtuar dikën nga dënimi, sidomos për vepra penale shumë të rënda, do duhet që kontributi të jetë i jashtëzakonshëm. Sepse ai vetëm do të deklarohet fajtor dhe gjykata do ta përjashtojë nga dënimi. Nga ana tjetër, në bazë të kontributit
sigurisht akordohet edhe, domethënë, por ajo që unë konstatoj që privilegji më i zakonshëm i akordueshëm nga gjykatat është ulja e dënimit. Shumë rrallë konstatohet përjashtimi nga dënimi. E kam konstatuar tek veprat penale minore të tipit, po themi, korrupsioni me vlerë të vogël, ai që denoncon korrupsionin, pasi ka dhe kriteret në 52A i kodit penal. Kjo nga praktika e gjykatës posaçme. Por përgjithsisht është privilegji i uljes së dënimit. Ndërkohë, zoti Kalaja, ju thoni që librin ja dedikoni edhe mikut tuaj të ndjerit Astrid Kalaja. Në fakt, kjo ngjarje tragjike sa ka ndikuar në qasjen tuaj ndaj sigurisë dhe drejtësisë? Në fakt, kjo ka qenë një shok i vërtet, edhe përveç njohjes personale, unë kam njohur edhe si mik, si koleg, edhe kam gjykuar me Astridin, periudhën që punoja në gjykatën e apelit Durrës, delegohesha, apo Astridi që punonte në gjykatën e apelit Shkodër, delegohesha në Durrës dhe unë delegohesha në Shkodër. Dhe kemi gjykuar edhe bashkë, po edhe njiheshim në aspektin shoqëror. Dhe tetori i vitit 2025 uroj të jetë i mosndodhshëm, sigurisht. Ka qenë një shok dhe në momentin kur unë isha në kulmin e shkrimit librit dhe nuk kisha deri në atë moment, sepse tradita ka qenë që të gjithë librat e mit më parshëm t'ja kushtoja, dhe ishte pa diskutim konkluzioni, po themi ajo, një lloj vokacioni që do duhet ta bëj këtë kushtim të ndjerë, krejt sinqert, për gjithçka që përfaqësonte kolegu zoti Astrid Kalaja. Uroj shumë dhe kam besimin që një magjistrat që vritet në ushtrimin e detyrës, jo vetëm një magjistrat, këtë e kam për çdo shtetar që vritet në ushtrimin e detyrës dhe për shkak detyrës, në autoritetet kompetente trajtohet në mënyrën më të përgjegjshme për t'i dhënë statusin e duhur, pasi një ngjarje e tillë, sikurse e thash edhe më lart, nuk do duhet të përsëritet më. Zoti Kalaja, një pyetje të fundit për ju e kam për mesazhin që doni të përcjellni nëpërmjet këtij libri, qoftë për kolegët tuaj, por edhe për studentët e drejtësisë. Mesazhi që kam është në fakt ai që jepet përmes kopertinës, sepse kopertina, po i thoja, kopertinën e ka punuar Gjergj Kalaja dhe në momentin kur ma tregoi, mbeta aq i impresionuar sa i thash që je personi parë që se ke lexuar librin dhe ma shpjegove vetëm nga kjo foto, sepse është pikërisht ideja që unë kam dhe përcjell në libër, që gjykata në vendimarrjen e saj për atribuimin drejtësisht të cilësisë bashkëpunëtorit drejtësisë dhe privilegjit penal, do duhet që të testoj dhe të kuptoj nëse i pandeuri që i qaset shtetit dhe i ofron ndihmën e tij, është shkputur apo jo nga bota kriminale. Dhe mesazhi që kjo figurë, po themi, do duhet të zbatohet në kontekstin ligjor në mënyrë ideale, është pikërisht morali biblik, vetëm e vërteta do na bëjë të lirë. Vetëm ajo i thyen zinxhirët e robërisë kriminale apo të gënjeshtës, po themi. Mesazhi bukur. Zoti Kalaja, faleminderit shumë. Faleminderit juve, ishte kënaqësi dhe për kohën që i dhat librit edhe gjithë saj pune që kam bërë. Faleminderit. Kënaqësi për mua. Mirë, shkojmë në publicitet, bashkë rikthehemi pas pak në pjesën e fundit.